Në oborrin e shkollës fillore Liria në Kllukovec të Velesit, koha thuajse kishte ndaluar. Në kulmin që sa nuk ishte shembur mbi nxënësit, sorrat kishin ndërtuar folet. Për disa fëmijë që takuam aty, ndërtimi i një salle sportive në oborrin e shkollës apo një obor ndryshe nga ky që kanë improvizuar për të luajtur futboll, do të ishte realizimi një ëndrre që kurrë nuk u bë realitet. Do doje një shkollë më të mirë? Po. Pse çfarë u mungon këtu? Kushtet nuk i keni dashur mirë, apo? Stadioni, Po. shkolla, Nuk është e mirë, apo? Tjetër? Një stadion më të mirë ku të luajsh futboll? po, Cila klasë jeti? e 5, Ti mëson në këtë shkollë, apo? po, Cilën e ke mësues? Sumje Tahir, Sumje Tahirin e ke mësues. Sa nxënës jeni krejt? 7, Në klasën e 5. Në klasët tjera sa jeni? 32, Kjo shkollë shumë vite më herët është ndërtuar nga vetë banorët e fshatit Kllukovec të komunës së Velesit, ndërsa që nga ajo kohë deri më sot, nga institucione nuk është vendosur asnjë gozhd sa i përket përmirësimit të kushteve të kësaj shkolle. Edhe pse shumë herë banorët e këtij fshati kanë kërkuar ndërtimin e një shkolle të re, çdo herë kërkesa e tyre e ka hasur në vesh të shurdhër. Në këtë shkollë mësojnë mbi 30 nxënës shqiptar. Banorët e fshatit Kllukovec thonë se janë të gatshëm që përsëri të ndërtojnë edhe një herë shkollën, nëse institucionet nuk ndajnë buxhet. Prej vitin 1973 e deri me tani, kush u thot që ky shtet ka bo shkollën këtë fshat, ajo nuk është e vërtetë, sa e di mirë gjendjen, edhe shteti nuk ka shkollë këtu. Do të thonë këtë shkollë që ishte që e pam është bom nga vetë banorët. Shkollën e kanë bo banorët kur ishin vetëm 3 shtëpi. Kërkojmë që të vinë të vazhdojnë të punojnë e jo veç të vinë të fotografojnë, se fotografi kemi plot. Duhet të vinë, qoftë se donë me pas shkollë, se na e bojmë shkollën edhe vetë. S'ka problem, na kemi bo kur kemi bo 3 shtëpi e tash 60 shtëpi. Nëse nuk e bojnë ata, atëherë E bojmë vetë. Lidhur me pyetje se çfarë do të ndërmerret për përmirësimin e kushteve të mbi 30 nxënësve të shkollës fillore Liria të Kllukovecit, nga komuna e Velesit thonë se janë në komunikim me banorët, të cilët me paratë e tyre kanë përgatitur projekte për ndërtimin e objektit të ri shkollor. Por për shkak të disa mospërputhjeve teknike, projekti është kthyer në finalizim dhe më pas do të vazhdohet me procedurat administrative për ndërtimin e një shkolle të re. Shkolla fillore e fshatit Kllukovec është periferike, ndërsa pas përfundimit të klasës së 5, nxënësit udhëtojnë mbi 7 kilometra për të ndjekur mësimin nga e 6-ta deri në të 9-tën.